Largimi i Gianpiero Gasperinit nga Atalanta në fund të sezonit ka ngritur pikpyetje të mëdha rreth së ardhmes së ekipit dhe po ashtu edhe të liderit të mbrojtjes Berat Gjimshitit. Mbrojtësi shqiptar ka qenë një nga lojtarët më të qëndrueshëm dhe më besnik të trajnerit Gasperini, duke u transformuar në drejtimin e tij në një mbrojtës elitar në Itali dhe një figurë kyçe në skemën me 3 mbrojtës që e karakterizonte këtë epokë të suksesshme, që prej mbërritjes së tij në Bergamo Gjimshiti ka kaluar nga një lojtar rezervë në një prej liderëve të vërtetë të dhomës së zhveshjes. Gasperini i ka besuar jo vetëm rolin taktik në fushë, por edhe përgjegjësi brenda grupit. Me largimin e trajnerit Gjimshitit Munti duhet të përshtatet me një sistem të ri loje dhe me një filozofi ndryshe. Emrat që qarkullojnë për stolin e Atalantës përfshin Sarin, Tudorin, Raffaele Palladinon, Thiago Mottën dhe Vincenzo Italianon. Të gjithë janë trajnerë të rinj me qasje moderne, disa prej të cilëve preferojnë mbrojtjen me 4 lojtarë, një ndryshim i madh për Gjimshitin, i cili ka shkëlqyer në një mbrojtje me 3. Megjithatë, me eksperiencën, profesionalizmin dhe ndikimin e tij në dhomat e zhveshjes, ka shumë gjasa që çdo trajner i ri ta konsiderojë Gjimshitin si një pikë referimi në ndërtimin e skuadrës së re. Kapiteni i kombëtares po lufton me Atalantën për një vend në Ligën e Kampioneve, ndërkohë që forma e tij është optimale dhe në fund të muajit do të angazhohet me kombëtaren për 2 ndeshjet e radhës me Serbinë dhe Letoninë në muajin qershor, të cilat janë vendimtare.